Lufta e njerëzve me karakter, e njerëzve me idealizëm dhe me njëshmëri për tjerë, është shumë më vështirë se e njerëzve që mendojnë vetëm për vete. Është si rritja e shkurrës me ullinin. Pra, është një betejë që është shumë më vështirë për njerëzit që dojnë me bë mirë, por nuk mendoj që pushteti i prish njerëzit. A është politika shqiptare ashtu siç e kishit idealizuar? Kam studiuar dhe histori, pra. Dhe histori flasim 3000 vite para linjës Krishtit edhe 2000 vite më saj. Dhe në përgjithësi, lufta për pushtet është e pistë, është e egër, është shpesh me rregulla xhunglet. Në politikë shef intriga, mediokritet, por shef edhe njerëz të jashtëzakonshëm, pra. E kupton që nuk je vetëm dhe kjo është një burim forcet, sepse ky rrugë kam zgjelluar, por nuk ka se kam ndonjë lloj zhgënjimit. Madje edhe ky që unë kuptoj për politikën me e transmetuar, pra që njerëzit mos më kriju pritshmëri. Pra njerëzit më kanë më pragmatista për sa i përket marrëdhënies që kanë me politikën edhe me politikanë.